Faleminderit, zonja nënkryetare. Sot, në fakt, duhet të flisnim për problemet e njerëzve, problemet e qytetarëve. Por është folur 4 orë në këtë parlament dhe nuk u tha një gjysmë fjale për një ngjarje shumë të rëndë që ka pushtuar mediat, që ka të bëjë në fakt me një çështje që ka prekur pjesën më të madhe të qytetarëve shqiptar. Dhe kjo ka ndodhur sidomos fal pushtetarëve dhe politikanëve të korruptuar. Tani, kjo këtu është një pamje që tregon se si dhunohet një qytetar, ndërkohë që Taulanti zgërdhiet. Taulant, e ke parë të grushtin Taulant? Ky djali që rajnë këtu Taulant me grushta, ky djali që rajnë me grushta, është ky këtu, është një 19 vjeçar. Është një 19 vjeçar. Është një 19 vjeçar që mbron pronën e vet. Ku ka lindur, ku ka jetuar, ku është rritur. E mbron, ndërkohë që ju ja keni vjedhur. 150 hektar i keni marrë gjithë fshatit. Ja ka marrë ish drejtori hipotekës Taulant. Ish drejtori hipotekës. Pasi keni vjedhur pronën, tani po i dhunoni. E di me kë ja ka marrë Taulant? Ja ka marrë me atë që Taulant, që Belinda Balluku përmendte në përgjim dhe thoshte, i kemi bërë nderin e jetës, i kemi dhënë rrugën Thuman Kashar, 1.3 miliard. Adi Qose, keni fjallë. Kuzo? Të lutem ulu e sqaron sekretaria. Uluni Merita, të lutem a sqaroka. Zoti Shehaj, vazhdoni edhe 2 minuta. Vazhdo, Zoti Qose keni fjallën, dakord. Zoti Qose keni fjallën. Ka qytetar që po dhunohen nga policia e shtetit, nga policia private. Adi Qose keni fjallën, ju lutem. Dhe vini këtu e bëni teatr. Duhet ju vit tur. E kuptoni apo jo? Duhet ju vit tur. Ndërkohë që këta Zoti Qose keni fjallën, ju lutem. Po i mishin keni vjedhur pronën. Po e po i dhuron. Nuk i ke parë video. Zoti Sheja, ju të rreq vëmendjen.
Zoti Shejaj, keni vërejtje për sot? Zoti Shejaj, ju heq të drejtën e fjalës? Zoti Shejaj, përjashtoheni nga seanca plenare. Zoti Shejaj, përjashtoheni nga seanca plenare. Ju lutem, Zoti Shejaj, jeni përjashtuar nga seanca plenare. Zoti qofse mu keni fjalë. Pesë minuta pushim. Zoti Shejaj, ju bëj thirrje edhe një herë të largoheni se në bazë të nenit 65 jeni përjashtuar nga seanca plenare. Lini sallën, ju lutem. Jo, nuk ka për procedurë, lini sallën. Nuk ka për procedurë, lini sallën. Derisa të arrini të kuptoni që ky parlament, kur vjen në këtë parlament, duhet cilësh në bazë të rregullores. Dhe në bazë të rregullores parlamentit. Dhe po ju them edhe një herë që në bazë të nenit 65 jeni përjashtuar për sot nga seanca plenare. Ju lutem që të vazhdojmë punimet e seancës, do dilni nga seanca plenare. Arsye do t'i merrni të gjitha në bazë të kamerave që kanë parë reagimin tuaj. Sot ju do lini sallën e parlamentit për sjellje jo parlamentare. Sot tani që mos ndërpresim punën e parlamentit. Ju lutem, Zoti Shejaj, lini sallën e parlamentit. Atëherë, seanca plenare mbyllet këtu, diskutimet vazhdojnë në seancën e ardhshme. Natën e mirë, do njoftoheni për zhvillimin e seancës së ardhshme. Ka të bëj me një zonë që është shumë pranë Tiranës, është brenda saj, është brenda Bashkisë Tiranës, është në njësi numër 5, është Elita, e cila ka një aks të qartë qendror që fillon në unazën e madhe të Tiranës edhe që e përshkon mes për mes dhe del matan Kodrës Diellit. Shqetësimi lidhet me një rrugë që ka 2 vjet që ka filluar e që do duhej që të përfundonte. Në fakt, rruga nuk ka përfunduar dhe në këtë pikë mirë është bërë, sepse një tjetër kompani shtetërore, OST, kanë plan të ndërtoj linjën ajrore me qark 2 fisht Tirana 2 Rashbull dhe unazën 110 kV të Tiranës. Segmenti për cilin bëj fjalë është loti 2 dhe ka të bëjë me linjën ajrore dhe seksionet e kablove nën-toksore. Kontrata për këtë është lidhur dhe natyrisht që për ndërtimin e kësaj linje është në një afat nga 9 dhjetori i vitit 2025 deri në 9 mars të vitit 2021. Ajo që mua më shqetëson ka të bëjë me faktin që edhe banorët atje, faktin që 2 kompani, Energoinvest edhe Encoal, që janë të dyja nën kontraktore të kompanisë shtetërore OST, kanë lënë punën që nga muaji janar. Ndërkohë që kanë ngelur edhe vetëm 7 ditë nga dita e sotme, nuk ka gjas që veprat përfundojë. Natyrisht, kjo krijon një shqetësim akoma më të madh, sepse implikon edhe përfundimin e rrugës që po prap përshkon aksin qendror të Selitës. Do doja shumë që Ministria Përgjegjëse për Energjinë dhe Infrastrukturën të kërkonte zbatimin e kontratës me ngulm, me qëllim që mos vënohet akoma më shumë ndërtimi i linjës apo shtrimi i kablove nën-toksore, linjës ajrore, nga nën stacioni deri sipër në Kodrën e Diellit dhe vijimi i punimeve për rrugën, e cila më vjen ta them që është në fund përfundimit lejes së ndërtimit.
Shqetësimi është shumë i madh sepse në krah të kësaj rruge është shkolla 9-vjeçare Murat Toptani. Të gjithë fëmijët e Selidës, një zonë shumë e madhe, shkojnë në këtë shkollë dhe nuk e kanë gëzuar me thënë drejtën shkollën e re, sepse që kur kanë hyrë në shkollën e re, janë detyruar që në dimër të kalojnë balt në rrugën që është para shkollës dhe në verë të jenë në tymë dhe në pluhur, po prap në rrugën para shkollës. Kështu që do të përsërisë edhe një herë thirrjen e gjithë atij komuniteti atje, që sa më parë të jetë mundur ose të detyrojnë në kontraktorët e saj të përfundojnë shtrimin e linjës nëntoksore dhe ajrore nga nën stacioni deri në Kodrën e Diellit me qëllim që të lejohet vimi i punimeve për rrugën dhe gjithçka të shkojnë në vend, të sistemohet dhe lagja përfitoj pikërisht nga ky investim publik. E dyta gjë që kam. Kur kanë kaluar 2 muaj nga zbatimi i skemës kompensimit të ardhurave për pensionistët, është verifikuar tashmë që gati 81.000 pensionistë nuk kanë përfituar nga kompensimi të ardhurave të tyre. Afër mend që nuk kanë qenë pjesë e vendimit për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve, dhe për këtë shkak janë më njanë. Gjithë pjesa tjetër, masa e madhe e pensionistëve kanë përfituar rritjen e të ardhurave të tyre deri në 1.800 lek, pra nga 900 lek deri në 1.800 lek, ndërkohë që kjo kategori nuk ka përfituar nga ky kompensim i të ardhurave. Brenda këtij grupi, dhe pjesa më e madhe e tyre janë në kryeqytet, brenda këtij grupi është një grup që për fare pak ditë pune apo ditë kontributesh sigurimeve shoqërore nuk kanë përfituar pensionin plot pleqërisë. Për ta, po edhe në gjykimin tim, për 1 muaj, për 2 muaj, për 3 muaj, për 6 muaj, për 1 vit, larg nga përmbushja e këtij detyrimi ligjor të skemës pensioneve, nuk bën ndonjë dallim të madh me gjithë kategorinë tjetër që ka përfituar pensionin e plot të pleqërisë. Kështu që do doja t'i kërkoja Ministrisë përkatëse, pra Ministrisë Ekonomisë, që mbulon edhe sektorin në fjalë, që t'i gjejë një zgjidhje për këtë kategori pensionistësh që nuk kanë përfituar nga skema e kompensimit të ardhurave për fare pak gjë. Do ishte shumë mirë dhe do rregullonte një padrejtësi në qoftë se edhe kjo kategori pensionistësh do të përfitonte pikërisht nga kompensimi i të ardhurave të tyre. Mendoj që qëllimi ka qenë pikërisht ky, që çdo kategori pensionesh të përfitonte nga i vendim dhe normalisht të rriste të ardhurat e veta në harkun e 1 muaji, 1 viti e deri në përfundim të tij. Kështu do të ishte krejt normale që një zgjidhje e re t'i propozohej qeverisë, parlamentit, për gjetur edhe këta të ardhurat mjaftueshme për të kompensuar pensionet e tyre. Faleminderit. Faleminderit zoti Braçe. Fjalën e ka zoti Eno Bozdo. 5 minuta. Përshëndetje, zonja drejtuese Ans, të nderuar koleg, duhet të flas sot me shqetësim për një situatë që ka lidhje me Kuçovën, me shqetësimet e drejta të banorëve të saj për infrastrukturën rrugore të kësaj bashkie, po dhe më gjerë se kaq. Kjo infrastrukturë rrugore në shumicën e sipërfaqes është jo ekzistuese apo e dëmtuar, ka lidhje të drejtë për drejtë me cilësinë e jetës banorëve të bashkisë së Kuçovës, ka lidhje drejtë për drejtë me shërbimet që ofrohen në këtë bashki, ka lidhje drejtë për drejtë me shërbimet arsimore, me shërbimet shëndetësore, me shërbime të tjera që përfitojnë qytetarët dhe që në fund ditës përbëjnë atë që quhet cilësia e jetesës të qytetarëve. Është një shqetësim i ngritur shpeshherë nga këta qytetarë që nuk kërkojnë asgjë të jashtëzakonshme, po
por besoj unë nivelin më minimal të shërbimeve publike në nivelin lokal. Çka do të thotë rrugët kryesore që lidhin qendrën e bashkisë me njësitë administrative të lidhen me infrastrukturë minimale. Sepse siç është gjendja sot, është e pamundur kalimi makinave, madje disa raste kërkohet apo është e pamundur të kalohet edhe makina të larta, off-road. Edhe duat përmend këtu disa nga këto rrugë që janë për faqe të zezë, ndoshta edhe fjala rrugë nuk mund përmendet sepse janë jo ekzistuese, siç është për shembull rruga Goraj-Velagosht, jo më e gjatë se 2 kilometra, në gjendje të mjeruar që pamundson jetën e të gjithë banorëve të zonës. Rruga ka mbetur në mes, diçka më shumë se në mes, në 2/3, që nga viti 2012, kur me qeverisjen e Partisë Demokratike u arrit të ndërtojë një pjesë e kësaj rruge, dhe më pas me gjithë premtimet e një pas njëshme në të gjitha fushatat elektorale, qoftë që pushtetit qendror, qoftë pushtetit vendor, rruga është jo ekzistuese. Është e pamundur për dikë të shkojë vetëm për 2 kilometra të marrë shërbimet më minimale. Është e pamundur për ata banorë që të kenë një jetë normale aty. Banorët e kësaj zone janë ngritur shpeshherë në protesta, por siç kuptohet, absolutisht asgjë e jashtëzakonshme. Duat përmend gjithashtu rrugë të tjera, siç është rruga nga shkolla 18 Tetori deri në Goraj, që lidhet edhe me lagjen 11 Janari, që është gjithashtu në gjendje të mjerueshme, në të njëjtën kohë kanalizimet e lagjes 11 Janari, lagja në qytet, nuk ekzistojnë edhe të gjitha ujërat e zeza e të bardha derdhen aty duke rrezikuar shëndetin e banorëve. Rruga Geg Brigada e 2, rruga Ferem Partizan që lidhet me Tapin, si dhe lagja Postblok, rruga Kozare e Madhe Qoshk, si dhe rrugët e brendshme të Kozares, të gjitha janë rrugë në